Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror informativ në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme Klodian Braho thotë se SPAK do t'i bëjë vetë arrestimet dhe përgjimet në vendet publike, strategji e re për krimet zgjedhore. Kryeministri Rama deklaron se algoritmi po deformon realitetin dhe protestat janë shembulli më i mirë për këtë fenomen, manipulimi, sfidë edhe për Europën. Spitali Traumës deklaron se të plagosurit e aksidentit në autostrad janë jashtë rrezikut për jetën, shkak i ngjarjes ataku kardiak që pësoi shoferi. Sëmundjet e zemrës janë shkaktarët kryesor të vdekjeve. Mjekët këshillojnë të mos neglizhohet asnjë sinjal që jep trupi, duhen më shumë kontrolle në spital. Vjojmë mëjërsisht me lajmet. Prokuroria e posaçme synon të arrestojë vetë personat në kërkim apo të dënuar në mungesë. Në Komisionin e Reformës Zgjedhore, drejtuesi i SPAK Klodian Braho tha se edhe përgjimet në vende publike do bëhen nga vërtetuesit. Duke folur për krimet zgjedhore, Braho i kërkoi shpërsim të dënimit për personat përgjegjës. Drejtuesi i prokurorisë posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit Klodian Braho deklaroi se SPAK-u do t'i bëjë vetë operacionet për arrestimin e personave në kërkim. Gjatë instancës dëgjimore në Komisionin e Reformës Zgjedhore, Braho pranoi shqetësimin e opozitës që persona në kërkim nuk ndalohen e ndikojnë në zgjedhje duke vënë në dukje se ky është edhe shqetësimi vetë prokurorëve. Siç është një fenomen shqetësues për ju, mund të jetë edhe për ne, sepse edhe ne kemi disa të kërkuar me masa sigurimi në mungesë apo të dënuar në mungesë, vendime të cilat nuk janë ekzekutuar. Dhe ky është një shqetësim real dhe kemi ngritur vazhdimisht dhe të shqetësim. Nuk dua të bëj diçka publike sot, por ajo që mund të them është që komendojmë një reagim të ndryshëm institucional ka SPAK-u për të qenë i aftë të bëj vetë këto veprime të veçanta të natyrës operacionale. Drejtuesi i SPAK-u deklaroi se prokuroria po sheh gjithashtu mundësinë që përgjimet t'i realizojë me hetuesit e saj. SPAK-u për kryen e përgjimeve të personave në vende publike është i varur nga institucione të tjera, kur kryesisht është detyria e përgjithshme e policisë së shtetit. SPAK-u synon që për një periudhë të shkurtër kohore të rekrutojë shërbime dhe të trajnoj hetuesit më tej për të qenë të aftë që në terren e të kryejnë vetë veprime. Dhe kjo do të jetë një efekt shumë pozitiv. Gjatë mbledhjes Komisionit për Reformën Zgjedhore, drejtuesi i SPAK-ut Klodian Braho deklaroi se për vitin e kaluar, që ishte vit elektoral, u administruar 194 materiale dhe prej tyre 5 procedime u dërguan në gjykatë. Këto shifra nuk e bindën opozitën, e cila deklaroi se situata e krimit zgjedhor në 3 palë zgjedhjet e fundit është rënduar. Pandëshkueshmëria që ndjejnë zyrtarët e lartë politik shtetëror, të cilët nëpërmjet blerjes votave marrin pushtetin dhe më pas pushtetin e përdorin për bler votat, nëse generatori bazë dhe më i fortë i korrupsionit të lartë shtetëror. Nuk mund të pritet gjithçka nga një institucion i vetë. A mund të kishim bërë sa gjëra më mirë, patjetër, mund të ishim organizuar më mirë, mund të ishim proaktiv, më planifikues e të tjerë. Por jemi këtu aktualisht. Dhe ajo që duhet të bëjmë është që si të plotësojmë ato mangësi organizative apo mangësi në burime. Braho kërkoi nga Parlamenti dhe Komisioni për Reformën Zgjedhore disa ndërhyrje ligjore që do të ndihmonin prokurorinë në betejën kundër krimit zgjedhor. Kreu i SPAK-ut kërkoi shpërsimin e ligjit në lidhje me dënimet për krimet elektorale, pasi nga analiza e këtyre dënimeve, në 5 vitet e fundit vihet re se personat që kanë kryer krime të tilla kanë përfituar nga alternativat e tjera të dënimit me burg. Algoritmi po e deformon realitetin sipas kryeministrit Edi Rama. Duke folur në një forum në Gjermani, shefi i qeverisë shqiptare mori si shembull protestat në Tiranë për të ilustruar ndikimin e rrjeteve sociale. Protesta për çështjen e Zvërnecit dominoi gjatë fjalës së kryeministrit Edi Rama në forumin Ruhr Summit në Gjermani. Duke ju referuar fuqisë së teknologjisë, kreu i qeverisë nënvizoi se retorika në rrjetet sociale ka ndikuar tek zemërimi i qytetarëve. Algoritmi nuk ka etik profesionale, nuk ka angazhim për të sjellë të dhëna, ka një objektiv. Algoritmi nuk e urren demokracinë, thjesht nuk e di çfarë është. Vendi ju nuk thyen në laborator të kësaj gjëje, revolucioni i flamingos. Dhe tani nuk po përshkallëzohet vetëm protesta, por po bëhet edhe më e madhe, më e gjerë dhe më e zemëruar.
Në fakt, kjo nuk vlen vetëm nga njerëzit që janë të përfshirë drejt për drejt në të, por edhe nga mënyra se si algoritmet, rrjetet sociale dhe aktivistët ndikojnë në shoqëri. Madje sipas Ramës, çështja e protestave në vendin tonë dhe fuqia e algoritmit që sipas tij ndryshon retorikën, tashmë nuk është vetëm problem për Shqipërinë, por po kthehet në një sfidë edhe për vendet e tjera demokratike. Kjo është një çështje shumë e gjerë dhe është një realitet që duhet pranuar. Kjo protestë është një shprehje e vërtetë e sensibilizimit të opinionit publik dhe e perceptimit të realitetit. Demokracia po përballet me një sfidë të madhe sepse demokracitë e mëdha, duke filluar nga vende të ndryshme të botës, ende nuk kanë gjetur formulën e duhur për të bërë dallimin mes lirisë së shprehjes dhe deformimit të realitetit përmes manipulimit të informacionit. Kryeministri solli si shembull transformimin digjital të vendit, duke theksuar se ofrimi online i mbi 1.000 shërbimeve publike ka reduktuar hapësirat për korrupsion. Ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj priti në një takim një delegacion të Parlamentit Evropian për të informuar për projektin e mundshëm në zonën Narts-Vërnec. Gjatë takimit Jaupaj bëri të qartë se nuk është depozituar asnjë projekt propozim. Përfundimtar, pranë institucioneve përgjegjëse dhe nuk ka nisur ndërtimi sepse nuk ka leje. Ministria e Mjedisit po ndjek me vëmendje maksimale çdo aspekt të këtij procesi dhe se çdo zhvillim i mundshëm do trajtohet në përputhje të plotë me legjislacionin shqiptar dhe akuis të Bashkimit Evropian. Në rast se paraqitet një projekt për shqyrtim, ai do të nënshtrohet një vlerësimi të plotë të ndikimit në mjedis, të realizuar mbi bazën e standardeve më të larta profesionale, me transparencë të plotë, konsultim publik dhe pjesëmarrjen e të gjitha institucioneve kompetente, theksoi ministri Jaupaj. Sali Berisha i quajti të paprecedent sjelljen e policisë dhe protestuesve përpara parlamentit dhe për këtë fajsoi direkt Edi Ramën. Lideri i opozitës tha se Partitë Popullore Europiane mbështesin fuqishëm protestën e të rinjve dhe krijimin e një qeverie teknike. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dënoi ndalimin e protestuesve një ditë më parë gjatë tubimit para parlamentit. Në një komunikim me gazetarët, Berisha akuzoi policinë se përdori dhunë ndaj protestuesve paqësor. E kam quajtur një egërsi shtazore. Unë kam pa Saudi emrat përveç Goxhajt që e ka shpall Edi Rama agent të këtij e të atij me radhë, të cilët absolutisht nuk po kryenin asnjë akt dhune. Pas kthimit nga Vjena, ku mori pjesë në takimin e Partisë Popullore Evropiane, Berisha paraqiti para gazetarëve rezolutën e miratuar nga Asambleja Politike e PPE-s, ku mbështetet edhe protesta e qytetarëve. Berisha shfrytëzoi takimin në PPE për të akuzuar kryeministrin Edi Rama se po sulmon protestuesit. Dhe se ai merret në kundërshtim me çdo ligj, me të dhanat tyre personale, me të cilat kërkon të identifikoj një lëvizje qindra mijëra qytetarëve nga Shqipëria dhe diaspora kundër tij. Konstatova me kënaqësi një mbështetje të madhe për këtë lëvizje dhe kjo u sankcionua dhe në rezolutën që Asambleja Parlamentare e Partisë Popullore miratoi për Shqipërinë. Partia Popullore Evropiane në këtë rezolutë sugjeron qeverinë teknike si zgjidhje për një proces zgjedhor të lirë të ndershëm në Shqipëri, që është edhe një prej kërkesave kryesore të Partisë Demokratike. Pjesëtarët e grupit koordinues të protestave dorëzuan këtë të mërkur në prokurorinë e posaçme librin e titulluar Albanian Files. Sipas tyre, libri provon se kryeministri Rama ka shkelur ligjin disa herë, por nga ana tjetër ata nuk kanë hartuar një kallëzim penal. Protestuesit pretenduan se padin do ta dorëzojnë në ditët në vijim. Ndërkohë kryeministri Rama me anë të një postimi në rrjetet sociale ka ironizuar këtë lëvizje, duke e cilësuar si të parin libër në histori që trajtohet si provë krimi 80 vjet pas rënjes së nazizmit. Gjykata kushtetuese ka zbardhur vendimin arsyetuar për shfuqizimin e vendimit të gjykatës së lartë lidhur me masën e sigurisë ndaj Erion Veliajt. Sipas kushtetueses, gjykata e lartë nuk ka ushtruar një kontroll efektiv mbi masën e sigurisë, pasi nuk ka analizuar proporcionalitetin e saj, alternativat ndaj paraburgimit dhe ndikimin që kjo masë ka në ushtrimin e mandatit të fituar me votën e qytetarëve. Në vendim theksoi gjithashtu se duhet të merret në konsiderat edhe drejta e qytetarëve për të qeverisur nga përfaqësia
përgjegjësuesi që kanë zgjedhur. Për këtë arsye, çështja është rikthyer në gjykatën e lartë, e cila do ta shqyrtojë sërish në përputhje me standardet kushtetuese. Pensionistët do të marrin bonusin prej 5.000 lekësh pas vendimit të marrë nga Këshilli i Ministrave. Sipas rregullit, ata mund ta tërheqin bonusin e verës në datën kur marrin edhe pensionin. Shpërblimet kalojnë në llogaritë e pensionistëve në muajin korrik 2026 dhe paguhen gjatë këtij muaji. Në rastet kur pagesat efektive nuk kryhen brenda muajit korrik 2026, ato paguhen deri në ditën e fundit të vitit, sqarohet në vendimin e Këshillit të Ministrave. Përfitues të bonusit janë rreth 777.000 pensionist, ndërsa efektivi financiar është rreth 3.7 miliard lek. Pa ashtu nga kjo e mërkur hyn në fuqi edhe indeksimi i pensioneve me 2.7%. Spitali Traumës bëri të ditur se të plagosurit në aksidentin që ndodhi këtë të martë në autostradën Tiranë-Durrës janë jashtë rrezikut për jetën. Megjithatë, ata po mbahen në monitorim nga stafi mjekësor. Nga ana tjetër, hetimet tregojnë se autobusi është përmbysur për shkak se shoferi pësoi një atak kardiak. Pas aksidentit të rënd të ndodhur një ditë më parë në autostradën Tiranë-Durrës, Spitali Universitar i Traumës ka njoftuar se 5 pacientë të cilët ditën e djeshme janë paraqitur më të stabilizuar pas trajtimit mjekësor janë larguar nga spitali. Gjithashtu pritet që edhe një pacient tjetër të dalë gjatë ditës pasi është jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, një fëmijë 8 vjeçar vijon të trajtohet në reanimacion, por në gjendje stabël. Në reanimacion ndodhet edhe një shtetase çeke me origjinë vietnameze, 56 vjeçe. Ajo është në monitorim intensiv dhe megjithse ka parametra jetësor stabil, gjendja mbetet e rëndë për shkak të dëmtimeve të shumta. Ndërsa fëmia tjetër 14 vjeçar ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po trajtohet në pavionën kujdesin e stafit mjekësor pasi ka dëmtime në gjymtyrët e poshtme. Për sa u përket të plagosurve të tjerë që ndodhen ende në observimin e urgjencës dhe janë nënshtruar ndërhyrjeve kirurgjikale, spitali bën me dije se gjendja e tyre është e stabilizuar. Mes tyre është edhe një shtetase çeke me origjinë vietnameze 20 vjeçe. Nga ana tjetër, policia beson se aksidenti i rënd ka ndodhur për shkak të arrestit kardiak të shoferit 36 vjeçar Redion Hasimi. Kjo pasi drejtuesi i mjetit nuk ka frenuar dhe nuk ka tentuar të ndalojë mjetin. Shoferi bënte thuajse çdo ditë rrugën Tiranë-Berat dhe Anasjelltas. Nga verifikimet e policisë, 36 vjeçari nuk rezulton se po lëvizte me shpejtësi tej normave. Policia rrugore e Tiranës ka kryer verifikime dhe nuk rezulton se shoferi të ketë qenë problematik apo me shkelje rrugore të konstatuara. Amarildo Islamaj, 34 vjeçari nga Vlora, i cili humbi jetën këtë të martë në një aksident pranë Progradecit, dyshohet se makinën me të cilën u përplas e kishte vjedhur pak minuta para ngjarjes. Sipas policisë, 34 vjeçari kishte shkuar në fshatin Leshnic, aty ku voti mjetin e më pas hoqi targët shqiptare dhe i vendosi targa polake. Pavarësisht se nuk ishte në ndjekje nga policia, ai po udhëtonte me shpejtësi të lartë për të larguar sa më parë nga Pogradeci. Përpasoi humbi kontrollin e mjetit dhe u aksidentua për vdekje. Ngjarja u zbardh pas denoncimit të pronarit të makinës, por edhe pas deklaratës që ka dhënë një djalë tjetër që shoqëronte Amarildon dhe ky i fundit i plagosur në aksident. Mjekët kardiolog të rrejshin vëmendjen për shtimin e personave që vuajnë nga zemra, madje edhe në mosha të reja. Ata thonë se stili i jetesës, ushqimi, stresi e faktorë të tjerë ndikojnë në rëndimin e sëmundjes. Specialistët këshillojnë kontrolle periodike në spital për të trajtuar në kohë. Sëmundjet e zemrës vijojnë të jenë shkaku kryesor i vdekjeve në vend. Sipas raportit më të fundit të Instat, ato përbënin 52.9% të totalit të vdekjeve gjatë vitit 2025, duke zënë vendin e parë ndër shkaqjet e vdekshmërisë. Ka një sër faktorësh rreziku që lidhen qoftë me stilin e jetës, qoftë me mënyrën e të ushqyerit, pra lidhur drejt për drejt me sëmundjet e hipertensionit, të diabetit, të yndyrnave të larta në gjak, të cilat ndikojnë drejt për drejt në sëmundjen e arterieve koronare. Mjekët kardiolog shpjegojnë se në rastin e një infarkti zemra mund të jap sinjale paralajmëruese, megjithatë në shumë raste infarkti mund të ndodhë papritur pas një shenjë paraprake. Infarkti miokardit në një pjesë të mirë të rasteve mund të japi sinjale, mund të japi disa shenja simptoma paraprake të lidhura këto me dhimbjen e gjoksit të shfaqura
në aktivitet fizik apo edhe në qetësi në raste të caktuara, të cilat mund të jenë përsëritur tek pacientët, tek individët dhe pastaj shkojnë dhe paraqiten në spital në kushte të infarktit miokardit. Ka raste të caktuara kur nuk ka fare shenja dhe mund të shfaqet e menjëhershme. Temperaturat e larta gjatë së verës janë një tjetër faktor që rrit rrezikun. Sipas specialistëve, incidenca e infarktit kardiak shtohet me 10 deri në 20% gjatë kësaj periudhe. Për këtë arsye, ekspertët e shëndetit ju drejtojnë qytetarëve me disa këshilla. Në përgjithsisht prevalenca rritet me 10-20% në kushtet e valës godice të nxehtit. Duhet rekomanduar marrja e lëngjeve e tepërt, e shtuar sidomos në periudhën e verës për të ruajtur balancat e trupit. Normalisht duhet të rekomandoj një kontroll tek mjeku kardiolog për dozimin e ilaçeve që pacientët marrin gjatë kësaj kohe, po ashtu do duhej edhe aktiviteti fizik, qoftë edhe puna jashtë fizike e kryer jashtë në orët e pikut, në orët e temperaturave të larta, do duhej patjetër të shmangej. Shqetësuese mbetet edhe fakti se infarktet po prekin gjithnjë më shumë mosha të reja. Të dhënat e Instat tregojnë se për grup moshën 0 deri 19 vjeç, sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut përbëjnë shkakun kryesor të vdekjeve me 28.5%, të ndjekur nga sëmundjet që shfaqen në periudhën rreth lindjes me 22.2%. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.